që aknet e jenë më prezente gjatë sezonës së dimrit. Gjithmonë djersitja e tepërt nuk është ndimes për lëkurën e cila është me akne. Të ndalemi pak, doktorish Artizana, tek shkaktarët e akneve, përveç hormoneve të cilën e ke spjegu edhe në emisione tjera, dhe pastrimi i ftyrës ka shumë rëndësi, sepse shpesh bëhen gabime gjatë pastrimit të ftyrës, nëse nuk pastrohet mirë dhe vendosja kremës pastaj, ai kremi sado që mund t'jeti mirë dhe efektiv, e bën kundër efektin e vetë, kur ftyra nuk është e pastruar mirë. Gjatë, do të thotë, aknet janë një problematik kryesisht e moshës rinore. Aknet lajmërohen për shkak të disbalansit hormonal, kryesisht që ndodh për shkak të ndryshimit të fazës pubertetit, kalimit prej moshës fëmijërore deri te mosha adulte. Në këtë proces, do të thotë vjen deri te ndryshime